Njëherë për përkthej këtë ajet, qysh e përkthejnë krejt. Tani po të kallësoj qysh është ajeti insha Allah. Ka thënë Allahu Azza wa Jall, nëse nuk hjekni dorë prej kamates. Për përkthej qysh e përkthejnë shumica, në për libra e gjani që i keni shpall luftë Allahut. Njëna formë e përkthimit. Tjetra formë e përkthimit, Allahu ju ka shpall luftë juve, edhe Rasuli alayhi salam. Kjo në për përkthime, në për të folur, shpesh e i njën luftë me Allahun. Tash po mundohuna me të kallëzu qysh është ajeti. Me thanune je hin luftë me mua, atë çka i bjen? I bjen që une po të vlerësoj ty begi. Do më thani hin luftë me mua. Do më forca jonë është, nashta unë jam pak më i fort, kur të tham ty je hin luftë me mua, ama përafërsisht jena të luftu bashkë. Do më forca jonë është e njëjtë. Do më thanë, me thanë je hin luftë me Allahun, kështu nuk është ajeti. A di qysh është ajeti? Nëse nuk jekni dorë prej kamates. Allahu ju ka shpall luftë juve. Do më thanë, ti si e kërkushi, ti tash veç pret. Jo kime luftu me Allahun, ja. Kështu jo, Allahu Azza wa Jall ka thonë, fa'adhanu bi harbin min Allahi. Prej Allahut ka me tarë lufta. E qysh, edhe në qysh, ti tash veç pret. Do më thënë, ka dalim shumë madh. Por ata mos thuj ke hin luftë me Allahun. Jo, Allahu të ka shpall ty luftë. Dije, ti është sigurt që Allahu Azza wa Jall të ka shpall ty luftë. Tash, a di çka i bjen tash? Tash i bjen ti veç pret. Ka po të korset thërën popull. Edhe kur, edhe këto dine musliman. Dine, e di që si pëlqen njerëzve me një po. Qa po na pëlqen neve? Qka po na pëlqen? Haramet?